Titujt kryesor të gazetave e enjte 27 shkurt 2014, Gazeta Panorama. 3 të plagosur, tritol biznesmenit, hetime për ortakun. Tiranë, shpërthim me 500 gram C4 në lokal, gjymtohet Armando Çeka, plagosen edhe juristit e Truproja. Broka i përgjigjet ish kreu të hetuesis, Lame, ditën i binde Ramizit, natën Saliut. Intervist ish ministri i qeverive Çarçani dhe Nano në 91, rrëfem për plasjet me ish kreu hetuesin. Hyn në fuqi ligji i ri, qeveria si do vlerësojë në punësit e administratës. Miratohet me konsensus buxheti dhe taksat e reja për Tiranën. Strategjia e punësimit, Rama, arsimi profesional prioritet. Opinion, vullnetarët e sotëm të enverizmit janë problemi. Reforma nuk mund të jetë kufizim. Shansi dhe sfida e Lulzim Bashës. Bomba në ambasadën sovjetike, letra e Enverit për Stalinin. Gazeta Shekulli, bomb lokalit, gjymtohen biznesmeni dhe punonjësi. Atentat për herë të dytë afër liceut Armand Çekës pas atij te Sirikodra. Julian Çela dy këmbët, hetohen konfliktet për apartamentet. Policia shpërtimi me rreth 500 gram tritol, dyshime për konflikte të vjetra, priten dëshmitë të plagosurve. Në punësit si do të vlerësohen, qeveria bën publike aktet e para nënligjore për vënien në zbatim të ligjit për administratën. Kriteret: kush i vlerëson, ngritja në detyrë, rritja e rrogës dhe largimi nga puna. Kuvendi PDI-u refuzon bojkotin e PD-s, Rama takon Metën. Fush Kruj, dinamit makinës së policit të Burgut, prangoset 24 vjeçari. Një sfidë për Europën nga George Soros, përleshje me armë mes të rinjve, 22 vjeçari plagoset në këmbë. Vladimir Bisha, shpronësimet gati $10 milion, pronarët nuk plotësojnë dosjet. Elian Tanini, mbyll një pemë shkruaj emrin tënd. Buxheti i Tiranës, rriten taksat si dhe tarifat e kopshteve dhe çerdheve. Të shesesh veten për të virgjën me 2000 lekë. Gazeta Shqiptare, nota për në punësit, vendimi, administrata në provë, qeveria, punonjësit do vlerësohen me mirë, shumë mirë dhe jo kënaqshëm. Zbartet metodologjia si do të bëhet vlerësimi vjetor për administratën publike, formularit çdo kush mund të ankohet për konkluzione tek sekretari i përgjithshëm. Dëshmia Llambi Ziçishtit, Kadare, porosi nga Mehmeti të godiste PPSH-n. Qemal Lame, Ramizi më urdhëroi bastisin e shtëpinë e Ismailit. Tritoli plagos 3 vet. Dëshmia doni ndihmë, askush nuk u afroi. Milo, PD-s-ja po zhgënjehet, kanë presion nga militantët, hyrja në qeveri, Rama zbato paktin. PD bojkoton ligjet, Topalli betejë në parlament. Humbi vajzën në aksident, Jati kërkon dëmshpërblim. Ulen taksa, Tirana fiton buxhetin me konsensus, Rama mbajnë premtimin për 300.000 vende pune. Bojkoti i parlamentit si strategji e gabuar opozitare, pse themi që Tirana është 400 vjeç. Shqiptarja.com, përplasja, takimit dje me dyert të mbyllura, konfrontojnë kreu i qeverisë dhe presidenti i Republikës. 50 minuta sherr, Rama Nishani, kryeministri kundërshton bojkotin e kreut të shtetit ndaj vendimeve të qeverisë. Si do të vlerësohen në punësit civil? Historia e Luan Ramit, atentatori Edi Ramos, Berisha e emëroi në Çez, i dërgojnë më 21 janar 2011 ish kreu të opozitës SMS pas dëmtimit të makinës. Agim Faja, piktori i cili shkruan historikun e Shijakut. Shkatrimi i arsimit, shkatrimi i kombit, inxhinieria e ndërtimit në Pararoj. Miratohet një zëri buxheti për 2014-ën, përsëri tritol humbasin këmbët biznesmeni e juristi. Për çfarë opozita çamot votojnë pro qeverisë. Gazeta Dita, përse i duhet lëkura Julias, një vëzhgim i detajuar shkollës speciale sovjetike, nga buron nevoja groteske e mbështetjes së Berishës për zonjën Timoshenko. Bomb C4 ndërtuesit që akuzoi se shiste apartamentet nga 2 herë, gjymtohet me juristin dhe Truprojën. Detajet e atentatit dhe lista e dyshimeve, kush ishte Armando Çeka, për çfarë konfliktesh mendohet se u krye atentati dje në Tiranë. Gruaja e Oldashit ndron mbi emrin në Facebook, rimera atë të vajzërisë. Replika e Mustafa Nanos, se kam për gjë të them që shoh filma porno. Një debat juridik për kohën pa limit të Berishës në kuvend. Kriteret e reja si do të marrin rezultatet në punë në punësve civil. Seks për 3.000 lekë nga varfëria, pranga 3 grave nga Kamza, la praka e Tapiza. Aktualiteti, Ina Rama, qesharake pretendimet e KLD-s se po kujdesen për mua. Shpërtim eksplozivi në lokalin e biznesmenit 3 plagosur. Apeli rrëzon padinë e Truprojës së familjes. Blog Shqipëria, drum me skrapit dhe barit. Vlerësimi në punësve, qeveria përcakton kriteret dhe procedurat. Ata kanë emëruar Fullanin, editorial nga Mero Baze, ujqërit e Wall Streetit nga tregtarët dhe panoramave kineze. 4 të fortë të Tiranës ku po shkon Shqipëria. Antena brenda familjes, Kunati shkarkon vajzën e tezes pas listës Fullani. Gazeta Shqip, rregullat e reja për administratën, qeveria vendos kriteret për vlerësimin e performancës së në punësve të shtetit. Të shëndoshësh arsyeën apo të rrëmbesh pretekstin. Rama takon Nishanin për herë të parë pas dekretimit kok më kok. Shpërtim tritoli në derën e shtëpisë 3 plagosur rënd, pyetje dhe pikpyetje mbi edukimin. Interkonekcioni rishfaqet serbo-bosnjaku Damir Fazlić, miku i Berishës, kontratë dhe me qeverinë Rama. Nga Shkodra në Vlorë, shoferët e furgonëve bllokojnë rrugët. Intervista flet zëvendës ministri e mirëqenies Gentiana Sula, strategjia, vende pune cilësore dhe mundësi formimi.
Champions Galatasaray barazon me Chelsea, Reali argëtohet me Schalken. Njerëzit e PD-s në diskutime për reformën territoriale, Berat dhe Kukës opozita merr pjesë në bisedime. Topalli, Shehi dhe Bregu dalin kundër bojkotit. Betejë jonë në parlament. Gazeta Mapo. Gjykatësit dhe ambasadorët, Rama nishani 2 orë takim në presidencë. Atentati paralajmëruar tritoi bazës së ndërtuesit 3 të plagosur në Tiranë. Hyn në fuqi ligji për në punësin të shkarkuarit protest para kuvendit. Miratohet me konsensus buxheti për Tiranën, ja tarifat që rriten. Pse i duhet konflikti Edi Ramës? Shtyhet vendimi për bojkot demokratët sot në kuvend. Zhbërja e marrëveshjes nga mazhoranca, ribërja e saj nga opozita. Shqipëria vendi ku ata që vjedhin adhurojnë ata që i vjedhin. Libri Lames, Ramizi president edhe me forcën e armëve do ta arrijmë. Afër të larg Europa në alarm për xhihadistët e luftës së Sirisë. Kohajon, Edi Rama si pasagjer apo si kryeministër, një fotografi e rastësishme në avionin e linjës Vjen-Tiranë flet më shumë se fjalimet e kreut të ekzekutivit. Makbule Çeço, Rama të zbatoi statutin për zgjedhjen e kryetarit. Vangjush Mio, artisti që përjetësoi në Telajo Korçën. Zëri i popullit. Rama zhvillim përmes punësimit. Të majtët japin votën pro në Këshillin Bashkiak, miratohet buxheti i 2014 i Tiranës. Rilindja demokratike, banda e Tahirit pas tritolit të djeshëm, i dënuari për trafikim droge, Ali Zoti, miki Ramës dhe i Tahirit. Gazeta Integrimi, turi i deputetëve të LSI, mazhoranca zgjidhje problemeve të fasonëve, gjenerojmë 100.000 vende pune dhe 1/3 eksporteve me vlerë 500 milion euro. Gazeta e Sportit, Taka i ndryshon mendje, qëndroi, nuk do të jemi vetëm në stadium, kam krijuar një ekip kampion dhe kam rrugë të gjatë me tifozët e Skënderbeut. Presidenti i skuadrës kampione i kënaqur nga prezenca e tifozëve në ndeshjen e Kupës ndaj Laçit. Champions, Reali tallet me Schalken dhe hipotekon kualifikimin. Champions, s'ka fitues në Stamboll, Mancini bën paqe me Mourinhon. Europa League, Juventus i kundër Maktit turk, Conte luajm kundër 25.000 tifozëve. Mojes drejt shkarkimit, Olympiakos prova e fundit. Vlora feston kualifikimin. Pashaj dhe Muça ngren bllokadën, do e mundin flamurtarin. Ersen Sali sezonin, dëmtohet dhe udhton drejt Maqedonisë. Dursakët përmbysin lushnjën dhe sigurojnë kualifikimin. Kuksi e strat në Kukës, Bylis shënon dhe pastaj pson 2 gola në pjesën e dytë. Panorama Sport, triumfon flamurtari, Teuta dhe Skënderbeu nuk falin. Caneri ikën zëri në Vlorë, vulos një gol i Abila Liajit për Kuqezin, përcaktohen gjysmëfinalistët, kualifikohet edhe Kuksi i Starovës. Ujkani më detyruan të ikja nga kombëtarja vetëm duke e di motivin. Shorti të qajmë apo të festojmë, e megjithatë objektiv kualifikimin. Shqiptari në polici për bluzën e Januzajt. Skela kemi shanse për Euro 2016, Rogal gjyqtarët kërcënojnë me bojkot, Reali tatet me Schalken, Turqit trembin Chelsea, Conte Trabzoni nuk e tremb dot Juventusin, vjen Materazzi Tohir shkrin klanin Argentinas, Barcelona do Müllerin, Bayern i bën humor.